Dashi. Në këtë ditë të mrekullueshme dimri, energjia juaj është e lartë dhe qëndroni të fokusuar drejt arritjeve. Në dashuri, tregohuni të ndjeshëm dhe dëgjoni partnerin tuaj. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, një detyrë e vështirë do të kërkojë përqendrim të plotë, por aftësitë tuaja do të shkëlqejnë. Mos hezitoni të merrni ndihmë nga kolegët kur të jetë e nevojshme. Financat janë në një moment stabiliteti, por përkujdesuni të mos bëni shpenzime të panevojshme. Zemra juaj është plot optimizëm dhe kjo do të reflektojë te njerëzit përreth jush. Kujdesuni të gjeni pak kohë për veten, ndoshta një ecje e qetë në natyrë do t'ju mbush me paqe dhe lumturi të brendshme. Demi. Ditët e dhjetorit sjellin një shkëlqim të veçantë për ty sot. Energjia kozmike mbështet vendimet e rëndësishme në fushën profesionale. Mos hezito të ndjekësh intuitën, ajo do të udhëheqë drejt suksesit. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të hapë dyrë të reja për mirëkuptim. Dielli ndriçon rrugët që zgjedh të ecash, duke të vënë kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet. Kujdesi ndaj financave duhet të jetë prioritet. Shiko me kujdes buxhetin dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Ndërsa dita përfundon, gjej pak kohë për të qetësuar dhe për të ndjerë mirënjohje për arritjet e tua. Energjitë pozitive do të mbështesin në çdo hap. Kjo është një ditë për të ndjerë se ke gjithçka nën kontroll. Binjakët, dita fillon me energji pozitive që mbush mendjen dhe zemrën tuaj. Ndërsa takoni njerëz të rinj, lejoni vetes të shijoni bisedat e thella dhe të zgjasni sinqeritetin tuaj. Në dashuri, një surprizë e vogël mund të ngrohë zemrat tuaja. Mos e lini pas dore bisedën me personin e zemrës, sepse momentet intime mund të sjellin qetësi dhe afërsi. Në punë, gjërat po ecin mirë, por ruani kujdesin ndaj detajeve. Ndonjëherë, një vështrim më i vëmendshëm ndaj detyrës sjell rezultate të shkëlqyera. Financat janë nën kontroll, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një ecje e shkurtër në natyrë do t'ju mbush me frymëzim të ri dhe do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Lejojini vetes momente për të ëndërruar. Daforia. Sot, energjitë kozmike ju ofrojnë ndjesi të thella që mund të ndikojnë në vendimet tuaja. Në marrëdhëniet personale, kushtojini vëmendje kujtesës emocionale dhe zgjidhni të flisni me ndershmëri. Një bisedë e hapur me partnerin mund të sjellë harmoni dhe mirëkuptim të ri. Në punë, është momenti i duhur për të përfunduar projektet e nisura, duke treguar për kushtim dhe kujdes ndaj detajeve. Financat tuaja kërkojnë vëmendje, shikoni mundësitë për të kursyer për të ardhmen. Mos e nënvlerësoni fuqinë e një plani të mirë. Në sferën emocionale, meditoni për të gjetur qetësinë dhe për të rigjeneruar shpirtin. Kërkoni kohë për veten, për të rigjetur harmoninë tuaj të brendshme dhe për të ndjerë paqen e kualitetit të jetës. Luani. Në këtë ditë të ftohtë dhjetori, sytë tuaj do të ndriçojnë si yjet që ndriçojnë qiellin e natës. Është koha e duhur për të parë përtej horizonteve të zakonshme dhe të zgjidhni një projekt që ju ka bërë kurioz. Në punë, mbajini mendimet pozitive, sepse do të përballeni me sfida që kërkojnë kreativitetin tuaj të mrekullueshëm. Financat mund të ndihen pak të shtrënguara, por një strategji e mirë do të sjellë stabilitet. Në dashuri, jeni të hapur ndaj ndjenjave të sinqerta, duke përqafuar çdo moment me partnerin tuaj. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të sjellë diçka magjepsëse. Merrni kohë për të reflektuar mbi arritjet tuaja dhe për të mirën që keni sjellë në jetën e të tjerëve. Virgjëresha. Sot është dita për të ndriçuar në fushën profesionale. Një projekt i nisur kohë më parë mund të marrë hovë të ri, ndaj mos nguro të tregosh talentet dhe aftësitë e tua. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë të zgjidhni çdo keqkuptim. Beqarët mund të ndihen më tërheqës dhe të hapur ndaj njohjeve të reja. Në aspektin financiar, menaxho me kujdes shpenzimet, duke shmangur blerjet e panevojshme. Ndjenja e qetësisë do të mbizotërojë sot, duke të dhënë mundësinë të shijosh momentet e vogla dhe të mbushura me kuptim. Mos harro të krijosh hapësirë për reflektim, pasi kjo do të sjellë qarkësi mendimesh dhe ndjenja pozitive. Shijo çdo çast me mirënjohje dhe gëzim. Peshorja. Dita e sotme sjell një ndjenjë harmonie të brendshme që përhapet në çdo aspekt të jetës. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj dhe të zgjidhë çdo keqkuptim të vogël. Nëse je beqar, një mirësi e re mund të fillojë të lulëzojë në diçka më tepër. Puna kërkon vëmendje dhe përkushtim, përpiqu të përfundosh detyrat me qetësi dhe durim. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por është e këshillueshme që të shmangësh shpenzimet e panevojshme dhe të planifikosh me kujdes buxhetin. Ndjesia e përgjithshme e ditës është e favorshme për reflektim dhe vetkujdes. Gjeje pak kohë për veten, ndoshta duke shijuar një libër të mirë ose një shëtitje në natyrë. Kjo do të freskojë shpirtin dhe mendjen.
Akrepi. Sot ndjeni një energji të veçantë që ju shtyn drejt thellësive emocionale. Në dashuri, mos u friksoni të hapni zemrën. Ky është momenti i duhur për të treguar ndjenjat tuaja të sinqerta. Në punë, intuita juaj është e fortë dhe mund t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative për sfidat që keni përballë. Financat kërkojnë kujdes, evitoni shpenzimet impulsive dhe synoni kursimin në vend të shpenzimeve të panevojshme. Nga ana emocionale, merrni kohë për reflektim dhe meditim. Gjetja e qetësisë së brendshme do t'ju ndihmojë të përballoni çfarëdo lloj stresi. Ndriçimi i hënës ju ndihmon të shihni qartë drejtimet e reja. Kujtoni se çdo moment i vogël ka rëndësinë e vet në udhëtimin tuaj personal. Shigjetari. Dielli i dhjetorit të përqafon me ngrohtësi, duke të dhënë energji për të përballuar sfidat e ditës. Në punë, një mundësi e papritur mund të linë, ki guximin të ndërmarrësh hapin e parë. Financat janë në një fazë stabiliteti, por mos harro të bësh plane për të ardhmen. Ndoshta është koha për të menduar për një investim të mençur. Në dashuri, bëhu i hapur ndaj bisedave të sinqerta me partnerin, sepse zemra jote do të ndjejë nevojën për afërsi dhe kuptim. Nëse je beqar, zemra mund të të befasojë me ndjenja të reja. Kujdesu për shëndetin mendor duke gjetur kohë për reflektim. Një shëtitje në natyrë mund të bëjë mrekulli. Sot, lëri emocionet të udhëheqin rrugëtimin tënd monik. Britsjapi. Ndërsa dita përparon, mund të ndihesh i nxitur të rifokusohesh në qëllimet e tua personale. Rëndësia e ekuilibrit midis jetës profesionale dhe asaj personale do të shfaqet më e qartë sot. Në dashuri, një bisedë e thelluar me partnerin mund të zbulojë ndjenja të fshehta që do të forcojnë lidhjen tuaj. Për ata që kërkojnë dashurinë, ndikimet e planetëve sugjerojnë një takim të papritur që mund të ndezë flakën e romancës. Financat janë të qëndrueshme, por shmang investimet e rëndësishme pa analizuar të gjitha detajet. Në punë, një projekt i vjetër mund të rikthehet për të rishikuar, duke kërkuar vëmendjen dhe aftësitë tuaja analitike. Kujdesu për trupin dhe mendjen duke gjetur pak kohë për të relaksuar dhe për të reflektuar mbi gjithçka ke arritur deri tani. Ujori. Sot, ndjenjat e tua janë të thella dhe të pasura, duke të ftuar të zgjerosh horizontet shpirtërore. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afrim të ri me partnerin. Nëse je beqar, lejo që instinktet e tua të udhëheqin drejt një aventure të re. Në punë, përpiqu të mbash një qasje fleksibile, pasi disa ndryshime mund të dalin në sipërfaqe. Mos se ngarkoni veten me detyra të mëdha, por përqendrohu te cilësia. Financiarisht, është koha për të bërë plane afatgjata, duke i kushtuar vëmendje detajeve. Një ndjenjë e qetësisë do të shoqërojë gjatë gjithë ditës. Merr frymë thellë dhe lejo që energjitë pozitive të udhëheqin. Disa momente reflektimi do të jenë të vlefshme për të kapur një perspektivë të re. Peshqit. Ditën e sotme do të ndjeni një qetësi të thellë që do t'ju ndihmojë të vini mendimet në rregull. Në dashuri, është momenti i përsosur për të ndarë mendimet tuaja më të ndjera me partnerin. Tregoni zemrën tuaj pa frikë dhe do të shihni se sa mirë do të kuptoheni. Në punë, kreativiteti do t'ju ndriçojë rrugën drejt zgjidhjeve të reja. Tregoni guxim dhe mos hezitoni të prezantoni idetë tuaja të reja. Financat shfaqen të qëndrueshme, por mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të shtohen pa u vënë re. Kujdesuni për veten dhe kushtoni vëmendje shenjave të trupit tuaj. Një ecje e shkurtër në natyrë mund t'ju sjellë frymëzim dhe rigjenerim. Hapni zemrën për ndryshime pozitive.